Dje rreth orës 13:30 në rrugën Jordan Zlatanovski në Tetov, zyrtarët policor kanë privuar nga liria BL 39 vjeç nga Tetova. Ai kërkohej me flet arrest në bazë të urdhrit gjyqësor për vuajtjen e dënimit me burg në kohë zgjatje prej 3 vjetësh për veprën penale, prodhim, mbajtje, ndërmjetësim dhe tregtim i pa autorizuar i armëve ose lëndëve plasëse, sipas nenit 396 të kodit penal. BL është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje rreth orës 13 në stacionin policor Gostivar, SA 34 vjeç nga Gostivari ka denoncuar se përmes një mesazhi ka pranuar një njoftim dhe link për dërgesë të supozuar të një pakoje nga posta e Maqedonisë së Veriut. Pasi ka futur të dhënat e kartelës së tij debitore në webfaqen e rrejshme, nga llogaria e tij në disa raste janë kryer transaksione të pa autorizuara në vlerë totale prej 89.106 denar drejt një marrësi jashtë shtetit, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 13, zyrtarët policor të Gostivarit privuan nga liria GS 32 vjeç nga një fshat i Gostivarit pas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij 27 vjeçare se për një periudhë të gjatë kohore ai ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj, ndërsa më 13 janar 2026 rreth orës 22 në shtëpinë e tyre në Gostivar, në praninë të 2 fëmijëve të tyre të mitur, e ka kërcënuar me një mjet të mprehtë. Personi është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Mbrëmë rreth orës 22:15 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor të Tetovës arrestuan PK 32 vjeç nga fshati Reçice Vogël. Gjëgjësisht, gjatë kontrollit të trafikut rrugor, është ndaluar automjeti i udhëtarëve BMW me targa të Kumanovës, i drejtuar nga PK, i cili është sjell në mënyrë agresive dhe ka fyer zyrtarët gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të dorëzohet parashtresë përkatëse. Mbrëmë rreth orës 23:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, JŠ 26 vjeç nga fshati Xhepçisht ka denoncuar se rreth orës 22:30 në po të njëjtin fshat është sulmuar fizikisht nga një person i cili ishte bashkë me persona të tjerë. Sektori për punë të brendshme Tetov po ndërmerr masa për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e rastit. Sot rreth orës 5:45 XM 37 vjeç nga Tetova ka denoncuar se nga shtëpia është larguar djali i saj i mitur KM 11 vjeç, po merren masa për gjetjen e personit.